Mirëmbajtja e shkollave në përgjithësi në komunat e Kosovës nuk është e mjaftueshme. Kjo vërehet sidomos në shkollat që janë më të vjetra. Madje ka shkolla që janë ndërtuar vonë, por që kanë filluar të dëmtohen për shkak të mosmirëmbajtjes. Nga hulumtimi jo në terren, kemi parë se në disa shkollat e Kosovës, gjendja e mirëmbajtjes së tyre është në nivel shumë të ulët. Kjo është shkolla e mesme e ulët në Vushtrri. Kjo shkollë është ndërtuar në vitin 2009, por pavarësisht kësaj, kjo shkollë ka probleme të mëdha me mosfunksionimin e WC-ve. 3 nga 6 WC të kësaj shkolle janë të mbyllura. Madje edhe muret e objektit kanë filluar të qahen. Këtu shkoku ju da? Penal të apikuj për jetë. Edhe shkolla fillore u Këshin Miftarin e Skivjan të Gjakovës ka probleme me mirëmbajtjen e WC-ve dhe të objektit në përgjithësi. Kjo është gjendja WC-ve në shkollën fillore Mihajl Grameno në Rahovec. Shkolla fillore Thimi Mitko në Gjilan ka këtë gjendje të WC-ve. Edhe Prishtina si kryeqytet ka probleme të tilla. Këto janë WC të gjimnazit Sami Frashëri në Prishtinë, të cilat janë rinovuar para 2 vjetësh, ndërsa kjo është gjendja WC-ve në ish shkollën teknike, e cila tash frytëzohet nga gjimnazi Sami Frashëri. E WC të profesorëve qëndrojnë më mirë. Mësimi zhvillohet në të 2 objektet. Kjo është shkolla 8 Marsi në Pej. Kjo shkollë, për dallim nga shkolla tjera, gjendjen e WC-ve ka më mirë, fal kontributit të prindërve. Kjo shkollë është vetë organizuar dhe ka mbledh fonde për sajimin e dëmeve në këtë shkollë. Madje nxënësit e kësaj shkolle e kanë për obligim që për çdo fundvit të paguajnë nga 2 euro, kurse nxënësit e klasave të nënta duhet i paguajnë nga 5 euro. Kryetari i këshillit të kësaj shkolle, Gazmen Muhaxhiri, thotë se me lejen e prindërve e kanë organizuar grumbullimin e fondeve. Me iniciativë, domethënë me prind e bashkisë lokale e Gjizeka, kemi mbledh diku rreth 11.000 euro dhe kemi rregulluar WC-t e shkollës në katin e dytë që nuk kanë qenë aktive gati 20 vjet. Për mirëmbajtjen e krejt shkollave, drejtoria e arsimit i ka pas 67.000 euro, ndërsa për mirëmbajtje të automjeteve janë 97.000 euro. Këtu shihet sa janë këta njerëz të interesuar për përparimin e shoqënisë dhe për mirëmbajtjen e Edhe drejtori i shkollës 8 Marsi, Hidaverdi Spahia, e pranon se pagesat për dëmët të shkollës i bëjnë nxënësit. 2 euro kemi vendosur të paguajnë klasat për pasë identitet, kurse klasat kanë pas si obligim të paguajnë klasat e nënta. Për shkak të dëmeve të shumta që mban inventarin e shkollës dhe sillën infrastrukturën përcjellëse. Drejtori për arsim në komunën e Pejës, Smail Shala, thotë se komuna ka mjete për mirëmbajtjen e shkollave, por thotë se grumbullimi i fondeve për këtë shkollë është bërë në baza vullnetare. Komuna ka buxhet për renovimin e tyre, mirë po ka qenë vullneti i tyre dhe kanë dashur që t'i bojnë në bazë të vullnetit vet. Sipas drejtorit për arsim, komuna e Pejës për investime kapitale ka ndarë 362.000 euro, kurse për shkollën 8 Marsi, për mallra dhe shërbime, i ka ndarë 11.608 euro. Por si duket, mirëmbajtja e shkollave paraqet problem të madh për shëndetin e nxënësve. Sipas drejtorit ekzekutiv të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Naser Ramadani, ka fakte që nga mos mirëmbajtja e higjienës në shkolla vjen deri të sëmundjet, siç është sarillëku dhe zgjeba, apo zhuga siç njihet në popull. Ne kemi pasur mini epidemi të vogla. Unë po e përmendi veç një çështje të caktuar se nga këto parakushte të mos plotësimit të kushteve higjienike janë 2 mini epidemi që mund të shihen në shkollat tona në vazhdimsi. Njëra është sëmundje të traktit digestiv që i përmenda si grup, po e përmendim, ndërto barkqitit dhe hepatiti A ose sarillëku, dhe në 2 e kemi epideminë që gjithashtu konsiderohet epidemi e skabjesit, e kromës, e zhugës, siç thuhet në gjuhën popullore, dhe e morrave. Por ka shkollat e cilat janë shembull për mirëmbajtje. Ky është gjimnazi Hajdardushi në Gjakov. Pastërtia në këtë shkollë duket se mirëmbahet shumë mirë. Në shkollën e re në lagjën e dytë në Gjilan, mirëmbajtja e WC-ve po ashtu duket e mirë. Megjithatë, për gjendjen e vështirë të mirëmbajtjes së shkollave, drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, kritikon Ministrinë e Financave, e cila sipas tij e ka shfuqizuar vendimin e 15 prillit për grandet specifike për komunat në fushën e arsimit dhe të shëndetësisë, duke i zvogluar ato. Madje sipas tij, kjo është bërë me shkelje ligjore e procedurale. Është marrë takimi i Komisionit Granteve me 15 prill vitit 2013, ku është marrë vendimi, aty kanë qenë edhe
kryetarët e komunave, 4 kryetarë, sepse në bazë lotarisë zgjidhen kryetarët për komisionin e granteve, është marrë vendimi për një ngritje të grantit specifik për arsim dhe shëndetësi ndaj komunave në vlerë rreth 31 milion euro. Mirë po, pastaj janë ftuar përfaqësuesit e komunave për një takim urgjent, i cili ka qenë, mund të themi, është tentuar të organizohet jashtë çdo rregulle e cila është paraporë me ligjin për financa lokale. Ministria e Financave ka insistuar që vendimi i 15 prillit të mos jetë valid në të ardhmen dhe është kërkuar që të votohet për ndryshimin e këtyre 2 granteve specifike për nivelin lokal. Do të thonë, me ndryshimin e tyre, komunat janë afektuar rreth 31 milion. Ai thotë se në takimin e 29 prillit, kur edhe është shfuqizuar vendimi 15 prillit, nuk kanë qenë të pranishëm ministrat që obligohen me ligj, dhe pavarësisht kësaj, ai thotë se vendimi është konsideruar si valid. Jeta në Kosovë ka kontaktuar Ministrinë e Financave për të marrë përgjigje se çka ka ndodhur me grantë specifike, por nuk kemi marrë përgjigje. Po ashtu, Jeta në Kosovë ka kontaktuar kryetarin e komunës së Istogut, Haki Rugova, i cili ka qenë njëri ndër 4 kryetarët e komunave në komisionin e granteve. Ai tregon se si në takimin e 15 prillit janë miratuar grantet specifike për arsim dhe shëndetësi. Përderisa në takimin e 29 prillit, ai thotë se u është servuar një dokument krejt tjetër. Grantet e arsimit dhe shëndetësisë janë prezantuar nga 2 ministrat, edhe e arsimit edhe shëndetësisë. Tash, në pas disa diskutime dhe vërejtje, të cilat dhe Ministria e Financave, ku ka qenë zamens ministri, në atë kohë nuk kishte ministri, po kompetent ishte zamens ministri, dhe janë bërë disa shkurtimet aty në granteve, në disa pozicione, dhe ne kemi arrit pajtëshmërinë për këtë. Po flet për 15 prillin. 15 prillin. Dhe është thonë, është dalë publikisht që Komisioni i Granteve i aprovoi këto grante. Kjo ka qenë e vërtet. Ndërsa në mbledhjen tjetër, ku ka qenë ata kufit final, domethënë ai finalizimi bazuar në ligjin, ka ardhur tjera formula, tjera grante, tjera skema, të cilat dalloshin bindshëm nga ato që ne kishim ofruar, dhe na të gjithë pjesëmarrësit e komunave, domethënë 3 kryetarët komunave dhe shefja e zyrës në Mitrovic, nuk kemi planuar që të votojmë, kështu që aty ka përfunduar ai takim. Në ligjin për financat e pushtetit lokal, Neni 32.1 thotë se Komisioni i granteve themelohet në bazë të këtij ligji dhe ka përbërjen si në vijim. Kryeministri ose përfaqësuesi i tij, Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Ministri i Pushtetit Lokal, një ministër tjetër i caktuar nga qeveria, kryesuesi i Komisionit për Buxhet të Kuvendit dhe 4 kryetarë të komunave. Pavarësisht se ligji në fjalë e përcakton se kush duhet të jetë në komisionin e granteve, kryetari i Istogut Haki Rugova thotë se në takimin e 29 prillit nuk kanë qenë të pranishëm ministra, madje sipas tij nuk ka pasur quorum dhe nuk janë votuar ndryshimet e granteve specifike. Ministrat nuk kanë qenë. Po është dashur me konat aty? Obligohen me ligj? Po është obligohen me ligj. Ata anëtarët e komisionit grante mirë, ai tash komisioni grante mund të punojë edhe në kur ka quorum mund të funksionojë. Mirë, po votu nuk është. Domethënë e keni lëshu takimin? E kemi lëshu, kemi dalë gjithë. Ka përfunduar takimi. A dini çka ka ndodhur me këto grante pastaj? A dini çka ka ndodhur? Kanë mend çata kufi çfarë i kanë provuar ditë. Ai miratu këto, ai ka miratu qeveria. Po natyrisht që ka miratu. Nëse komunave do të zvoglohen fonde specifike për arsim dhe shëndetësi në vlerë afro 31 milion euro, atëherë nxënësit shumë pak mund të shpresojnë në kushtet më të mira për shkollat e tyre. Madje edhe prindërit kanë arsye të brengosen për shëndetin e fëmijëve të tyre, duke marrë parasysh gjendjen e rëndë në disa shkolla. Ishte një kohë kur dëgjonim premtime për digitalizimin e shkollave me kompjuter, kurse ne nuk po mund t'i mirëmbajmë vetëset në këto shkolla.